A mendoni që Rusia është përfituese më e madhe në këtë situatë, sepse është tërhequr komplet vëmendje nga ajo çfarë ndodh në Ukrainë? Yes, I think it is. I think, again, seeing the split in the Atlantic Alliance, obviously during the Cold War. Po, mendoj se po, duke parëndarjen në Aleancën e Atlantikut, njësoj si gjatë luftës së ftohtë kur Bashkimi Sovjetik bëri gjithçka për ta vënë në dyshim atë. Dhe një nga arsyet pse ajo e humbi këtë luftë është sepse dështoi. Ndaj, gjëja e fundit që duhet të bëjmë është të bëjmë vetë punën e Rusisë. Ne mund të shohim nga raportimet publike se Rusia po i jep Iranit të dhëna të rëndësishme mbi pozicionet e trupave, anijeve dhe pajisjeve luftarake amerikane, të cilat Irani po i përdor për të na goditur. Mendoj se nëse regjimi mbijeton, Rusia dhe Kina do të luajnë një rol më të fortë në Iran se më parë. Dhe këtu për Evropën nuk përbën rrezik vetëm Rusia, por edhe Kina, sikurse përbëjnë të dyja për Shtetet e Bashkuara.